إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد E falenderojmë Allahun e lartësuar, e lavdërojmë dhe madhërojmë atë, e njëkohësisht e lutim që të na ruajë dhe të na mbrojë nga veset dhe gabimet tona. Ato që Allahu udhëzoi në rrugën e drejtë, askush nuk mund ta humbë prej saj përveç tij, dhe ato që Allahu e humbi nga rruga e drejtë, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë në të përveç tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut. Pra Allahu është Zoti i vetëm i cili meriton të gjitha adhurimet, përgjërimet në shtrimet tona. Gjithashtu dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është robi i Allahut, pra njeri si të tërë njerëzit e tjerë, nuk ishte mbi njerëzor dhe as hyjnor, sepse to janë cilësi që i përkasin vetëm krijuesit. Por Allahu i lartësuar e zgjodhi atë ndër njerëzit e tjerë me dërgesën që i dha, mesazhin që i ngarkoi për mbar njerëzimin. Prandaj lutim Allahun e lartësuar që salavatet dhe selamet e tij të jenë për profetin ton Muhammed, familjen dhe sahabët, shokët e profetit, por edhe për të gjithë besimtarët e tjerë musliman deri në fund. E në vijim, Allahu i lartësuar na drejtohet neve në Kur'an, na sqaron të vërtetën nga pa vërteta, halalin nga harami, rrugën që na shpije në xhennet nga ajo që na shpije në xhehenem. Prandaj leximi i Kur'anit është i nevojshëm për çdo musliman dhe muslimane, me qëllim që të kurojë dhe të ruajë zemrën e tij nga ato sëmundje që e largojnë nga krijuesi i tij. Ndër këto sëmundje është edhe lakmia për pasuri. Thot Allahu i lartësuar: "O tuhibbuna al-mala hubban jamma." Dhe doni pasurinë, e lakmoni atë në mënyrë apo me dëshirë të tepruar. Ky ajet kuranor na tregon ne se dëshira për të pasur pasurinë nuk është e ndaluar, nuk është e keqe, nuk është haram. Por kur ajo shndrohet apo teprohet, sa bëhet një lakmi për njeriu dhe shtyn atë në që ta fitojë dhe ta shtojë në mënyra që janë haram, atëherë këtu ka të i kaluar kufit e Allahut të lartësuar. Dhe nga ajo që është halal ka kaluar në atë që është haram. Në një tjetër ajet kuranore Allahu i lartësuar thot: "Alhaakumut takathur", ju ka shkataruar lakmia për shumim derisa të vizitoni varrezat. Pra njeriu ka nga njerëzit të cilët dëshirën për të shtuar pasurinë e kanë bërë preokupim kryesor, gjë që i ka çuar ata në harrimin e obligimeve parsorë që kanë në këtë botë. Dhe obligimi parsor dhe më i madh në mënyrë absolute është adhurimi i Allahut, bindja ndaj tij. Por të gjithë ata kanë harruar. Por të gjithë ata kanë lënë pas dore, apo nuk e kanë ndërpitat kryesore të planeve të tyre në këtë botë. Kjo nga aktiviteti, nga angazhimi plotësisht i mendjes, shpirtit, trupit të tyre për shtimin sa më shumë të pasurisë. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam duke dashur të na tregojë neve këtë sëmundje të njeriut, përveç atyre që i mëshiroi dhe i shpëtoi Allahu, thot: "Law kana li ibni Adam wadiyani min malin labtagha thalithan."
ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب والله يتوب على من تاب. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, nëse biri i Ademit, njeriu pra, dhe përmendet Ademi si njeriu i parë dhe babai i njerëzimit, dhe të gjithë pasardhësit e tij janë bijtë e tij. Nëse do të kishte biri i Ademit 2 lugina me pasuri, pra diçka e madhe, një luginë është e madhe, ai do të ishte 2. Do të dëshironte të kishte edhe një të tretë. Dhe nuk e mbush asgjë birin e Ademit gojën e tij përveç se turab, dheu. Pra nuk arrin të shpëtojë nga kjo lakmi, nga kjo pangropshmëri, vetë derisa hyn në varrin e tij. Por Allahu ja pranon pendimin çdo kujt që pendohet, thot profeti alayhi salatu wassalam, i cili në këtë hadith na tregon neve një nga veset e natyrës njerëzore. Normalisht nuk është të gjithë, për ata që ja përulën, janë nështruan zemrën e tyre Allahut, edhe orientuan zemrën e tyre të preokupimi për ahiretin, edhe angazhimi për të shtuar pasurinë materiale në këtë botë, nuk i pengroj nga ky obligim parsor, ta janë të shpëtuar. Por shumica e njerëzve nuk shpëtuan dot prej saj. Nëse do të kishte biri i Ademit 2 lugina, pra jo 2 trajse, jo 2 thas, lugina të mëdha me pasuri, prap nuk do të ngropej. Prap do të i durej pak. Prap do të kërkonte edhe një tjetër si ajo të tretë. Por edhe nëse do të ishte 3, do të kërkonte të 4-tën. Edhe nëse do të ishte 4, do të kërkonte të 5-tën. Derisa të vdes. Pra një lakmi që do ta shoqëronte gjatë gjithë jetës së tij. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam në një tjetër hadith thot: "Wa inna li kulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Çdo popull ka pasur sprovën e tij. Sprovë të veçantë apo ndërkërësore që ka pasur. Edhe sprova për ummetin tim është pasuria, lakmia për të. Lakmia për të. Prandaj fitimi dhe shumimi i pasurisë është sprovë, përveç se është dëshirë njerëzore e natyrshme tek njeriu. Por në të njëjtën kohë është edhe sprovë, në të shprovim, në mënyrën se si e fiton, në mënyrën se si e shpenzon, në halal apo në haram, në vendin që zë ajo të zemra jote, a është ajo e atill në zemrën tënde sa të pengron ty, të largon ty nga adhurimi dhe përkushtimi ndaj Zotit bujar? Thot Ibn Qayyim, Allahu mëshiroft, dashuria për këtë botë është rënja e çdo mëkati. Dhe një tjetër dietar Ibn Rajab, Allahu mëshiroft, ka thënë: kur zemra lidhet pas pasurisë, ajo bëhet rob i saj, edhe nëse në fjalë thot se është rob i Allahut. Lakmia për pasuri bën që njeriu të harrojë halalin dhe haramin. Pra nuk pyet më si e fitoi pasurinë e tij, nuk i bën më përshtypje, nuk e çon në diskutim apo ta mendojë një herë, apo të jetë shqetësim për të, por vetëm të shtoj pasurinë, të ngrop atë që është e pangropshme tek ai, lakmin për pasuri. Të humbas qetësinë shpirtërore dhe njeriu lakmitar, njeriu i pangropur, asnjëherë nuk është i qetë. Mund të jetë më i pasuri në atë vend. Mund të jetë ndër më të pasurit në botë. Mund të jetë ndër më të pasurit në historinë njerëzore. Po e pati këtë sëmundje, është i sëmurë në shpirtin e tij. E shtyn që të mos ketë kënaqësi, qetësi, besim në riskun që i ka caktuar Allahu dhe bëhet rob i dunjas. Thot profeti jon alayhi salatu wassalam: "Ta'isa abdu dinari wad dirham wal qatifa wal khamisa in utiya radi wa in lam yu'ta sakhit." I shkatëruar qoftë robi i dinarit dhe dirhemit, dy monedha,
I robës dhe luksit, nëse jepet, kënaqet, e nëse nuk I jepet, zemërohet. Pra ata njerëz që I ndërtojnë marrëdhëniet e tyre me të tjerët, kënaqësinë apo zemërimin, në varësi të anës materiale, deri diku janë shndruar shumë apo pak në rob të dirnarit dhe të dirhemit. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Muslimani duhet të kujdeset për pastërtinë e zemrave, sepse sëmundja e lakmisë, pangropësia, është nga ato vese që ka shkatëruar njerëz dhe popull edhe më parë. Si thot në thënien e tij I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, ittaqu shuh fa inna shuha ahlaka man kana qablakum. Ruajuni lakmisë, sepse ajo shkatroi ata që ishin para jush. Dhe në një tjetër thënie të tij këshillon dhe jep edhe kurën nga shërimi për lakmi. Irdi bima qasama Allahu lak takun aghna an-nas. Kënaqu me atë që Allahu të ka caktuar e do të jesh më I pasur I ndër njerëzit. Kënaqu me atë që Allahu të ka caktuar. Pra vlerësoje. Hidh një herë vështrimin tek njerëzit përreth që nuk e kanë atë që Allahu të ka dhënë. Që Allahu të veçojë me të begatojë me të. Dhe do të shohër se je I privilegjuar nga Allahu. Dhe do të shohër se Allahu të ka mbuluar me dhurata. Dhe do të ndjesh zemrën tënde të kënaqur. Dhe do të shohër se me të vërtetë je I pasur. Prandaj muslimani pasurinë duhet ta përdor për çdo punë që fiton kënaqësinë e Zotit të tij edhe xhenetin. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. Kush I jep Allahut një hua të mirë, ai do t'ja shumë fishoj, shumë fish. Allahu nuk ka nevojë për atë që na ka dhënë ai në vetë. Por ky hadith tregon se ky ajet kuranor kuptimi I tjerë se ai I cili begatinë që I dha Allahu, pasurinë që I dha Allahu, e shpenzon, e përdor në vepra të mira, dhe mënyrat janë të shumta në vepra të mira, është Allahu I lartësuar I premton se do t'ja shumë fishoj, shumë fish. Dhe ky është premtim nga ai që nuk e thyen kur premtimin e tij. Gjithashtu duhet të dimë se një nga pasojat më të rënda të lakmisë për pasuri është edhe korrupsioni, padrejtësia dhe rëmbimi pasurisë së tjetrit pa të drejtë. Çfarë I shtyn nënpunësit, zyrtarët, qeveritarët, apo edhe ata poshtyre që të veprojnë, të pranojnë korrupsionin? Lakmia për pasuri. Lakmia për pasuri. Dhe lakmia për pasuri nuk dëmton vetëm shpirtin, pra nuk dëmton vetëm individin, dhe kaq, jo. Por është motor I korrupsionit, shkatërimit të moralit dhe humbjes së drejtësisë në shoqëri. Prandaj çdo individ apo shoqëri që dëshiron të shpëtojë nga korrupsioni, duhet që më parë të pastroj zemrën e saj. E nga veset për të cilave duhet ta shpëtoj, ta kuroj dhe ta ruaj zemrën e saj, është edhe lakmia e tepruar
për pasuri. E lutim Allahun e lartësuar që t'i ruaj zemrat tona, t'i shpëtoj ato dhe t'i kuroj nga çdo sëmundje dhe ves që i ka prekur. E lutim Allahun e madhëruar na shtyj neve, na orientoj, na japi sukses, frymëzim në bindjen, në shtrim ndaj tij. Ato të mira që ai na i ka dhënë, prej pasurive materiale, por edhe të tjera, t'i përdorim dhe t'i shfrytëzojmë në fitimin e kënaqësisë së Allahut. E lutim Allahun e madhëruar na japi diturinë në fenë e tij. Na i fali gabimet tona, na orientoj, na japi neve sukses në pendim dhe në kërkim falje. Na lehtësoj llogarinë, gjykimin në ditën e vështirë të gjykimit. Ti pranoj veprat tona të mira. Ti rëndoj ato në peshorin e ditës së gjykimit. Na bëj neve prej banorëve të xhenetit. Na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأقيموا الصلاة